Do të flasim për një temë interesante që shpesh herë kur hapim mushafin Kur'anin, shpesh herë na bien ndesh këto ajete kuranore, na përsëriten disa herë, sikur duan të na tregojnë diçka dhe të na vënë me dije vazhdimisht diçka të bukur. E mendojmë shpesh këta. Dhe sigurisht që disa ndoshta edhe nuk e analizojnë fort sa duhet këtë ajet kuranor që përsëritet shpesh. Dhe ndoshta disa edhe te i kalojnë fletën edhe thonë e lexojmë një ajet edhe kryjmë çita ajet, po shkojmë te ajeti i radhës. Por sa ndalen të mendojnë rreth këtij ajeti. Ashtu siç u ndalen shokët e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Dhe prej këtyre ajeteve është ajeti të cilin Allahu te baraka ve taala thot Bismillahirrahmanirrahim, tanzilun mirrahmanirrahim. Pra zbritje prej mëshiruesit, mëshirbërësit. Pra ky Kur'an është zbritje prej mëshiruesit, mëshirbërësit. Ati që bën mëshirë. Dhe mëshira e tij ka te i kaluar ndihmën e tij. Mëshira e tij është shumë e madhe, rahmeti i tij është shumë i madh. Dhe fal rahmetit të tij e ka dërguar pejgamberin Muhammed alayhis salatu wasalam, arsalnaka rahmatan lil alamin, si mëshirë për marrë njerëzimin. Pra tanzil mir rahmanir rahim, zbritje pe Rahmanit Rahimit. Ky Kur'an është zbritje pe Rahmanit Rahimit, pra pe mëshiruesit, mëshirbërësit. Ndaluni vetëm një moment dhe mendoni vetëm pak. Pse mëshiruesi dhe mëshirbërësi? A nuk i shihni malet? A nuk i shihni kodrat? A nuk i shihni lumenjt, detrat, oqeanet, ujrat në përgjithësi? Gjitha këto begati, nga maja malit zbarkon zbret uji dhe është kristal i pastërt me cilin ne e pim. A nuk e shihni, thot Allahu, ujin që ju e pini? Pse nuk falenderoni? Pse s'bëheni pe falendëruesve